Po me gjitha kompanit, Meko, Izgjenën, Hidromorova është këtu, po janë gjitha reportet. Zjarë Fikshit, policia, këfuri, komuna, administrata, gjithë. Kryetorët e fshatnave do të bashkangjitin edhe fshatnat gjithsesi, po edhe gjitha komunitetet. Ne për çdo vit kalendarin e mbrojtjes ambientit e kemi promovu, kemi bolla vendim për ujitjen e ambientit dhe ujitjen e pyjeve. Natyrisht po fillojmë sot me pastrimin e ambientit në vitin qytet të Kerim Leftuani, ky shesh që lidhet me sheshet e tjera, me lumin edhe me Grykën e Morovës. Po edhe në qytet do të vazhdojmë, po do të vazhdojmë në pjesë periferike në çdo fshat. Aksionin do të bashkangjitet drejtoria e arsimit, shëndetësia, kopshtet, shkollat, gjitha drejtorat e shkollave, në mënyrë që me realizu që ditën e tokës, kur kemi ditën e ambientit botëror, që kemi me datën 22, jemi gjithë bashkë me një terren të pastër, edhe eliminimi i deponive të anëveshërisë, edhe eliminimi i deponive të ngurta, po edhe mbrojtja kontrollin përgjithësisht përforcohet. Është këto dhe inspeksioni, po vje mirë edhe gjitha raportet, unë i falenderoj gjithë që ju kam përgjegjë ftesës qeverisë komunale, departamenteve përkohëse profesionale që mirën me ambient edhe me zhvillim me mbrojtje, në mënyrë që vërtet këtë ambient mirë në vitin që ne ka folë Zoti ta ruajmë nga mbetorinat edhe të anëveshërisë edhe të gasta. Është më rëndësi me bo edhe fushat vetëdijsimi për ambientin, tepër është më rëndësi. Këto do të provojmë ta bojmë bashkë edhe me djalisht, edhe me televizionet lokale që i falenderoj që janë këto dhe mediat. Dhe mirë po është më rëndësi me promovu edhe me çuaj çdo familje, çdo individ porosin që vërtet ta ruajmë ambientin, sigurisht që unë sot po duam i thonë me çuaj çdo individ edhe të ruajmë edhe këtë ndriçimin e pot, si përshkatrojnë ndriçimin oligajt edhe ata që janë pa përgjegjshëm. Edhe është mirë me pot gjithë me fotografua, me ngjëzu, edhe mos me leju me bë fushat që me mbrojt edhe ambientin, me mbrojt edhe ndriçimin, me mbrojt edhe gjitha aspektet që i ndërtojnë me kapacitetet e tyre që kena vetanoke edhe me ndihmën e donatorëve. Faleminderit shumë gjithëve, kisha lutë një seriozitet që vërtet kontribuojmë sa do këtë dhe topin shembull të qytetarët, edhe të ata që hullin vend pa vend, për shkak se tash kemi kushte të jashtëzakonshme që mos me hull mbetorinat në porçe, në rrugë, besa as që bopat e sigurave. I lut gjithë që me pas kujdes ta ruajmë këtë qytet pastër, ta kultivojmë me mosa silvikulturore që do t'i ndërmarrëmi këto deta, për shkak se edhe kompanitë do t'jenë në agjentë mbjelljes drojve të luleve, me datën 22 do të vazhdojmë edhe me mbjelljen e drojve të luleve dekorative, edhe sezonale natyrisht që në mënyrë që qyteti ju duket me fshatat, me gjithë kapacitetet në territorin e saj, më duket më i bukur. Faleminderit gjithëve, edhe ju përgëzoj që keni përgjegjë ftesës kaq masavikisht, do të vazhdojmë këtë fushat vetëdijsuese, këtë veprim praktik ta përcjellëm me atë qytetarë të tjerë, të fshatat, të nxënësit, të qerrat, të shkollat, të spitalet, gjithkohë në mënyrë që ambienti të jetë i pastër edhe i shëndetshëm. Shëndeti publik është prioritet për institucionet komunale edhe besoj për gjitha instancat. Faleminderit shumë gjithëve.